أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë dhe e pranojmë se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është rob dhe I dërguar I tij. Dhe është vetmja krijesë që Allah në obligoi me besu që është pejgamber dhe vula gjithë pejgamberëve, më ju nënshru kësaj krijesën pasem 100%, nëse dojnë më kanë të shpëtuar nesër në ditën e Kiametit, Allah na bëj prej tyre ya Rabbi. Salavat dhe selam qofshin mbi këtë njerit bekum alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, ridwanullahi alayhim jamian, dhe mbi gjithë shokët e tij radhiyallahu anhum. Edhe ata cilët e pasojnë këtë rrugë deri në Kiamet, Allahu na bën për kësaj grupe ya Rabb. Pastaj vëllezër musliman, sot do të flasim me lejen e Allahut subhanahu wa taala për një gorë e cila është duke u afru. Aja gorë fillon me lejen e Allahut javën që do të vijë, ditën e mërkurë parafërsisht. Ato janë 10 ditët e Dhul-Hijjes. Për këtë 10 ditë, pse bashkë këtë 10 ditë? Për arsye se Allah ka bën me shenjë diçka në këto 10 dita. Allah është betu në këto 10 dita. Ka diçka të madhe në këto 10 dita. Ka thonë Allah subhanahu wa taala, wal fajr, pasha agimin, pasha mëngjesin, wa layalin 10, edhe pasha 10 netët. Këto 10 net nuk ka pikë dyshimi se Allah subhanahu wa taala, sipas komentatorëve të Kuranit, me këto 10 net që ka përmend Allah ka aludu në 2 dhëça që janë shumë me vlerë te Allah. Dhëçja e parë është 10 netët e fundit të Ramazanit, se në ta është nota e Kadrit, ndërsa 10 ditë janë 10 ditët e Dhul-Hijjesit që do të hyjnë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në javën që do të vijë. E pse Allah është betu kështu? Për më të kallëzu sipas komentatorëve të Kuranit se çdo betim Allah që e ka bën me një gjë, dije se çka ka vlerë shumë te Allah. As ka thonë Allahu el-asr, pashakuën, njerëzit e humbin kohën ata. Innal insana lafi khusr, ata në humbje me të vërtet. Kur e shohin që kanë humb momentin e daljes shpirtit, çka thonë? Lëm më pak o Zot. Çka lyp, çka lëm, çka lyp. Kjo jep me kuptu se ato lyp çat kohën që Allah ju ka betu se u kon gjallë dhe I ka pas mentin krys se ka shfrytzu. Allah është betu edhe në lapsin, është betu në dillin e nënhanën, në ditën e natën, te barek vë taala. Po pse është betu? Nuk do me thonë kja se këto janë më të mëdha se Allah. Mirë po e vetmi qëllim kanë thonë sipas Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Thot është betu më të dhonë shensin që to që po të betu në Urubian kujdesi kanë peshë shumë të une. E neve nuk në lejot mu betu në dikan tjetër përveç në Allah subhanu ta'ala. Andaj Ibn Abbasi kër e transmeton këtë thonje, thot
ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salih, nuk ka ditë që dikush dënë me vepru një vepër të mirë, e habbo ila Allah, ma e dashër të Allah se sa 10 ditë që ta që do të hinë. Nuk ka ditë më të mira, nuk ka shpërblime më të mëdhaja. Pse Allah i takon me vlerësu çka don ai. Inil hukmu illa lillah. Atina i takon me vendos ligje. Luja të në mojsh, me a lujt. Mi po alhamdulillah që na ka zbrit këtë udhëzim. Këtë këto udhëzime që na i mormi për Kur'anit dhe Sunnetit, për çka? Për më na pështu nesër ditën e Kiametit dhe mos me pas kërkush drejt me drejtu gishtën me abon, me gisht ka Allah, me thon s'na ka tregu. Jo të ka tregu shumë mirë. Edhe po të kallëzon shumë mirë. Pse te Allah me bonit mirë nuk shkruhet një sevap, po shkruhet 10 në transmetim deri në 700 sevape. Ndërsa gjinoj shkruhet 1 me 1. Edhe ata ka disa argumente që nuk shkruhet më një herë të prit Allah, thot me laqë pritin mos ja shkruani robit tam, mas po pendohet. Pse këtë Allah këto shembuj i çon Kur'an në hadithën ka tregu për më na vetdisu dhe më ju kthy me adhurim vetëm Allah subhanahu wa taala dhe me shfrytzu kohën sa më shumë. Dhe i thanë pejgamberit alayhi salatu wassalam, wala al-jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Thas gjihadi sa është ma me vlerë se sa këto 10 net dhe vepa që banë mëna kënë 10 netve. Thas gjihadi për pas veç një burë thët ja kalan këtyne. Cëllë është ai burë, Allah në bo prej tyne. Ai burë është ka thonë alayhi salatu wassalam, thët ai i cili del në luft në rrugën e Allah subhanahu taala me pasonin e ti edhe të rupin e ti në edhe s'kthejet mo. Bjen që e qëkën të Allah. Vetë që kjo e ka shpërblimin më të madhin. Apo më nësh me morë me vend, me men, Allah i dashëm, nëse që kjo pas ka qëtë shpërblim, ka qëtë madh, që i ka ceki dërgu me Allah, të alejsa të samë hadith. Sa kanë vlerë këtë 10 dita, me njerë mas që ti shpërblimi vjen 10 ditë që i këtyne 10 që e në të ardhë, jetë në prak tyne. E që ka të veprën besimtari? Djetarët i kanë cekë, kanë thonë pika e parë, është këthra të dhikër, që se cëllë mundet me bo këtë gjallë edhe është shumë diqka e letë, qka në leta shpeshten dhikërin. E dhikër arabisht nuk do me thonë me për këtë shqip veç me përmend. E dhikër Allah ka qujtë namazin, nga se në namaz përmendet Allah. E dhikër Allah ka qujtë Kur'anin, nga se me ledzimin e Kur'anit përmendet Allah. Prej ajkës i badetit bëna kënë 10 ditave, lëzi djetarë kanë thonë është namazin me shtu në file më shumë. Edhe me ledzu Kur'an më shumë. Nuk ka pik dyshimi kanë thonë se kja është numër 1. E dyta kanë thonë e tehlil, fjala la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thunë mësani edhe këta, është e lejtë për të mësu, mësani edhe familjarëve të juve, edhe dashamirëve të juve, edhe aty në shokëve të juve. Mësani akojnë atja dënit mirë, mësëja një fjallë, Allah, le ta shpeshtën, mena këtyne 10 netve. Le të dërgën salavat me pejgamberin alayhi salatu wassalam. E treta, ka thonë, e tekbir. Mësani edhe fëmijët, kur të hishën në shpe, apo dhem goja, apo ki marëm i thonë fëmijëve, Allahu Akbar. Apo e ki nashta mendimin e aty në fari islamofobë, me njerë man ka terrorizmi atë. Nëse Allahu Akbar është terrorizëm, ne të na qujnë këtë terrorisa, se na keqa se jena. Qysh në fillim të namazit thëjmë. Mësënja realitetin fëmijëve të juve vëllezër. E katërta është e tahmid, mësënja fjallin elhamdulillah. Shpeshtën e fjallin elhamdulillah gjatin e 10 ditëve. Qali Nebiju sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam, ma min ayamin a'zama inda Allah
nuk ka ditë më të mëdha te Allah subhanahu wa taala wala ahabba ilayhi min al-amali fihin. As nuk ka më dashura se sa këto 10 dita, thot atëherë fa akthiru fihin, shfrytëzoni këto dhe shpeshtoni me disa gjona, cilat janë i dërguari po thot min tahlil, fjalën la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wat-takbir Allahu akbar, wat-tahmid alhamdulillah. Shpeshtoni këto edhe ose thoni subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar vazhdimisht, pse në tjetë gjuha jon e lagur, edhe nëse i të punu. Si më të thonë, mbëllën dyqanin tash edhe me njëherë mos ke ju dikon në shpi ose në xhami mu më shed. Të punu më në shmi thonë këtu. Shfrytëzoj rosën se këtu kanë nërë mirësi, këtu e në bonus për neve. Kur gjë Allah nuk i shtohet pasunia, pse na e thojmë ose si thojmë. As nuk ja zhdukim pasunin. Hadithin e transmeton Imam Ahmed rahimahullah. Kur të hym këtë 10 ditë që ata që dojnë me thirr kurban, sipas sunetit pejgamberit alayhis salam, është mirë mes mu qeth edhe mes mi prej thajt. Kjo është sunet. E dietarët kanë thonë, nëse dikojna i rritën pak jashtë normalës, bën mi prej, inshallah. Nuk ka të lash, mi po suneti më i fortë është me mujt mi dru mos mi prej deri kur, deri ditën që të thirrët kurbani. Agjerimi i këtyne 10 ditëve. Me agjeru këto 10 ditë aran është mustahab, është e lëvdueshme. Edhe pranueshme inshallah. Mi po nuk mujna me thonë që është sunnet i fortë që i dërguari Allahut i ka agjeru komplet 80. Nga se nuk është ashtu, se Aisha radhiyallahu ta'ala anha transmeton dhe thot i dërguari Allahut alayhis salam, kur në jetën e vet nuk i ka agjeru 10 ditët e Dhul-Hijjës pa ndërprer. Mi po çka ka në hadithin e saktë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawm Arafa, agjerimi i ditës së Arafatit, që ajo është dita e 9 e këtyne Dhul-Hijjës. Ditën e 10 është dita e Kurban Bayramit. Ndërsa kush e agjeron thot këtë ditë, ka thonë alayhis salam, ka shpresë që Allah ka më afal gjinat e vitit që ka kalu dhe atina që do të vjen me lejen e Allahut. Hadithin transmeton Imam Muslimi. Kur vjen dita e Arafatit, pak një kujdes, pak më të madhe me shtu. Me 2 gjona e para, agjerimi, e dyta gjatë kësaj dite, nëse e kena thonë tash dhekrat gjatë në 10 dita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, se lejo të tjerat me thonë, ose Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kanë thonë dietarët, ditën e Arafatit veçane pak ma shumë, se i dërguari me Allah të ka veçu një dua, cila është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këta thunë gjatë ditës Arafatit ma shumë. Ndërsa haxhit kush ka vendosur me shku atje, e ka haram me agjeru ditën e Arafatit. Nga se kështu ka ardhur transmetimet sakta që kanë ndaluar alayhis salam me agjeru, mi për veç për haxhit vlen kja, jo për neve këtë. Allahu e din më së miri. Pika tjetër është, kanë thonë dietarët, tash na vjen neve, kam në ardhur ditët e Bajramit, atëherë veshëm me rroba të mira. Veshëm me rroba të mira, parfumose, edhe mësia xhamis herët. Edhe nuk ka ditë më të mirë dije se sa kjo ditë dhe kujtue një pjesë të historisë shumë të shkurtimisht, se dikush para neve, para mira viteve alayhi salatu wassalam, ishte Ibrahimi alayhi salatu wassalam, që Allah ka urdhëruar me therr djalin e tij kurban. Alhamdulillah që Allah ja pranoi pa therr. Dhe kjo është argument se Allah i din zemrat më mirë se sa na që i kena zemrat në trupin tonë.
Dhe e ka ditë se Ibrahimi a.s. me të vërtet ka deshtë ta therë kurban birin e tij na Ismailin a.s. Mi po nuk e la. I tha Ibrahimit a.s. veç se e qova amanetin në vend o Ibrahim. U kry amaneti e bitise. Tha Ibn Abbas ja zbriti Allah një dash prej xhennetit Ibrahimit a.s. i tha therë o Ibrahim. Dhe kja let jetë teri kur, teri në kiamet ka me egzistu thera e kurbanit. E pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, nuk ka vepër më të mirë në ditën e kurban bajramit se sa derdhja e gjakut, se sa thera e kurbanit. E lusë me Allahun subhanahu wa taala më na udhëzoj keve ya Rabbi. Më na bëj të shfrytëzojmë këto bonuse që Allah na ka lënë. Elhamdulillah për tina që në ka udhëzu, e lusë me Allah më në ishtu hala ma shumë. E lusë me Allah në të barë këtala të ndihman musliman kuda që janë. Mos e harani këtë 10 ditë që Allah të i furnizan musliman se javë kanë mbyllë këtë dyrë të Allah, javë mbyllë dyrë të gjennetit aty në jarobbe, aty në të pushtër. Allah i shkatë rëf me këtë fuqinë të isha e ka jarobbe. Lutë në Allah në të 10 ditë që të jepë fitore muslimanëve. Ku da që janë, jo veç në Palestinë, na Palestinë jem të di që 70 vite është lufta. Po ku janë ato si Palestina që si dim heq. E Allah i di kejt, bani doa që Allah mi forcu o vllazin, bani doa se na e patëm luftën. Llogarete më konë fëmija jëtë dhe jemi që aty, na që kishme më konë. Sikur na të ishme me familjarët e tërë, na që kishme më ndinë që ato momente. Nëse s'mund është kur gja me bo, a mund është një do me bo për ta? A mund është me thonë, o Zot, qelja vuthi a Rabbe. Qysh ditim ja qelj uth Rabbe tu. E lusë me Allah më na furnizu me diturit khojë dhe pasimin e sane ja Rabbe. E lusë me Allah më na falë në ditën e kiametit kur dhe dolin para ti. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafur.